Jeni shumë gjumash, ja sëmundje që do ju shkaktohen, dhimbje kurrizi. Kjo mund të vijë si shkak i dyshekut apo jastëkut të keq, por sipas studimeve dhe pasiviteti mbi dhjetor i qëndrimit shtrirë mund të shkaktojë dhimbje kurrizi. Mbi peshë, sipas studimeve, njerëzit që flen 8 deri në 10 orë në ditë priren të fitojnë më shumë peshë se të tjerët. Depresion. Studimet tregojnë se rreth 15% e njerëzve që vuajnë nga depresioni kanë një rutinë më pak të sëmurë gjumi. Këta njerëz flenë më shumë se ç'duhet për të harruar problemet e tyre. Dhimbje koke. Gjumi i tepërt shkakton turbullime, ndjesi lodhje dhe pasi keni fjetur dhe dhimbje koke. Sipas studimeve u konstatua se gjumi i tepërt mund të çojë dhe në rezistencë ndaj insulinës dhe problemeve me zemrën. Prandaj mjekët këshillojnë oraret e duhura të gjumit sipas moshës tuaj.